Ndryshe në Top Albania Radio. Jemi live Top Albania. E di ç'mendoj ky? Mbaroi intervista me personazhin e parë, që ishte Kleviz Balliu, po vendose se bën kështu fiu. Edhe sa e mbyllim emisionin. Mos dukesh keq. Jo, nuk e kam se dukem bukur, po dëgjohet zëri më bukur. Tani mendova se kush po më përgdhelte të veshje, po që nga Elona me Salsano. Pse s'kishe vënë kufjen? Nuk doja ta vije kufjen? Jo, doja ta vija, po se dia si funksionon. Çfarë është kjo ça? I keni pak dhe atë telefonin tjetër që keni aty vëreni mbrapa. Është telefona i fuzin çet. Kanali numër 10 në Digital, sa i lumtur jam që kemi dhe një publik edhe më të gjerë. Jemi dhe në ekran, jemi dhe në ekran. Tani preferon të thrasim Eriola Doçi apo Hana? Hana, e bëjmë ndryshe këtë intervistë. Hana është Eriola Doçi, personazhi dhe producentja e filmit ADN, i cili që prej 15 tetorit është në kinemat e kryeqytetit dhe jo vetëm, apo shkon mirë? Fal Zotit, çdo gjë po shkon mirë. Unë dhe Rike jemi munduar që mbi një vit e 3 muaj tashmë të punojmë dhe t'i rrim gati çdo lloj detaj për filmin. O zemra, po si ju erdhi ndërmend ju të dyjave? Ku ishit? Çfarë menduat? Si e menduat që ja, do vim në një projekt të përbashkët që tashmë është i realizuar, do sjellim një film për publikun. Pse jo një këngë, pse jo një videoklip, pse jo një emision ku jeni show girl e vajza shumë të bukura, shumë seksi. Pse një film? Netët e vona sjellin ide shumë të bukura, kështu që ishte. Netët e vona do thot me pije, me kështu apo? Jo, nuk pim shumë alkool edhe s'dalim shumë, po një natë ishim po diskutonim me Rikën diku nga ora 2 e natës. Çfarë bëjmë, pse je në Shqipëri dhe ta dua filma dhe lindi ideja e filmit nga hiçi. Duke sikur energjitë tona u bashkuan fiks për këtë projektin. Pastaj beso që nëse unë do dilja të këndoja, gjithë Top Albania Radio Xhama do binin në tokë. Se ti s'do fare. Maksimumi mund të imitoj Rais Trefin. Unë jam era. Doni kështu nuk jam era. Rais Trefi, si është kjo? Imitoj që Rais Trefi? Ban edhe nëse dënd. Ban. Ka shumë të këndoj unë. Sa që duhet shumë autotune. Tashi me sa kemi dëgjuar. Tani, Hana është personazhi me një jetë të cunguar në varfëri, në fshat, ku e vetmja zgjidhje për të është të ëndërroj. Por jeta e përplas aq fort sa që përballë saj i vë gjën më të shtrenjtë që është familjen. Për ata që nuk e kanë parë filmin, që turp na vi dhe ne të dyve. Pse ta vi turp? Po duhet ta shohim tani. Eriola ka bërë gjitha. Mund më vi turp se s'kam parë, unë s'kam parë dhe filmat e tjerë. Po po duhet ta shohim. Ja, do e shohim. Unë jam shumë kurioz. Po pra. E di për çfarë jam shumë kurioz? Për skenarin e filmit. Kush e ka shkruar skenarin? Elona Hyseni. Dhe mënyrën e interpretimit të këtyre dy zonjushave, që sepse filmi është sido që të jetë, iniciativa më pëlqen shumë. Nuk mund të them dot sepse nuk e kam parë filmin. Po filmi do shumë, ajo që thuhet, i do filmi. Do këngë. Në çdo lloj aspekti do ca këll që filmi, në çdo lloj aspekti, si mendërisht, si në aspektin kohor, si ekonomikisht, po unë në fakt e kam pas për t'u lidhur edhe me atë që tha Elona, e kam pas shumë të vështirë që të realizoja një personazh që nuk ishte fare Eriola në jetë reale. Një copës Hana, unë dhe çdo njeri jam i sigurt që e kemi brenda vetes, se nuk kemi lind në Paris, jemi gjithë njerëz të thjesht, por me adoptimin që i kam bërë vetes dhe ndryshimin, domethënë qoftë në ecjen, stile dhe në gjithçka, është totalisht e kundërta e asaj që unë jam. Aty që ne kemi për Eriola. More ti kursa aktrimi? Jo. Apo kush i regjizori filmit? Lindar Kaja. Në fakt nuk pata mundësi, nisa disa leksione me Rozi Kostanin, por nuk pata shumë kohë sepse ishim edhe në produksion edhe duhet ta ndanim kohën mes të bëri gjithçka gati. Kush është aktori më mirë? Ti apo Rikja? Këtë e vendos vetëm publiku. Po ti si mendon? Ti Unë mendoj që puna flet vet, këtë nuk e ndaj dot. Mund të them atë shprehje. Pas ka menduar për veten që e më e mirë. Jo, s'ka lidhje. Thjesht, okay, të mos them veten Rikja. Ideja është që me ndasi me i vrakur thot populli. Me ndasi me i vrakur, po shumë. Do jemi dhe ne. Hana, kush është për ata që nuk e din nga jeti? Nga Kuksi.
Prej kuksi. Po e din gjithë nëse. Kuksi i ri apo kuksi i vjetër? Nga një fshat në Kukës se kam origjinën, tani se di. Ke lindur atje? Unë kam lindur në Tiranë, në një zonë më periferike të Tiranës, por gjithmonë kam dashur të më shoh vetëm origjinës time. Që je kuksiane. Po. Më pëlqen shumë kuksiane ta dish. Ai shumë pëlqen sa dhe gruan e mora kuksiane. Është vërtet. E tha një të vërtetë. Dgjoj, sa e rëndësishme është ekrani në jetën tënde, televizioni, tani tashmë edhe ekrani i filmit, ekrani në përgjithësi. Ti me sinqert, mua më pëlqen shumë ekrani. Mund të bëj edhe një, domethënë, nëse do e ndaja që të isha pas, nuk do e bëja dot. I dua këto projektorët, dritat, skenën, më pëlqejnë shumë. Po. A ishte ardhja jote, hyrja jote në Big Brother, kjo trampolina për të shkuar këtu ku je tani, te ekrani i vogël, te ekrani i madh, te gjitha projektet që ti ke në ekran? Dëgjoj që fëmijë kur shohim këto telenovelat ose serialet e kemi atë idenë po sikur të bëja një film edhe unë t'jem e sinqert, nuk dua të eksperimentoj në gjëra që unë nuk di t'i bëj, siç shoh shumë njerëz, individ që kanë arritur, por nuk dim t'i vëm një emër profesionit të tyre sepse shpërndahen aq shumë, sa që nuk Mirë, po dhe filmi nuk është një gjë që ti dije ta bëje. Eksakt, po këtu doja dilja që filmi ishte diçka që unë mendoj që edhe mund ta realizoja. Pas eksperiencës që pata, për shembull edhe mbështetjes qoftë njerëzve profesionistë të fushës edhe publikut, duke qenë se edhe personazhi im ishte i ndjer, përçonte emocion, patjetër që kjo më detyron edhe mua që të hedh një hap në fushën e filmit, por të eksperimentoj në fusha të tjera ku unë nuk e ndjej veten të aftë, unë nuk, po për shembull në muzikë, në politik, në këto nuk jam, unë vetëm maksimum mund të bëj djellzën që më propozua. Djella. Ke Hana tash jemi, s'ka iku e më jo. Emisioni jon i parë për këtë sezon ka qenë Djella, Eriona Doçi, telefonat kurt, shumë e klikuar. Më vjen keq të nderuar që ndërpres, por është publicitet. Dëgjoj. Është momenti për të falendëruar Flor Farmën, shtëpinë farmaceutike e cila ka seriozitet në punë dhe produktet më të sigurta për tu marrë dhe për tu konsumuar, siç është ibuprofeni Damadol, që shfaqet tani dhe në ekranin e parë, është ibuprofeni i parë në formë stick, ibuprofeni i parë në formë stick, i cili nuk ka nevojë të shoqërohet me ujë dhe thjesht përdoret ashtu. Damadol nga Flor Pharma, gjithashtu edhe siç po thosha, tani po shfaqet në ekranin e madh, lehtësim simptomatik nga dhimbjet e lehta ose të moderuara të rastit, si edhe në gjendje febrile. Damadol, fiksojini këtë emër i cili është ekskluzivitet i Flor Pharma. Kthehemi sërish në gjendje. Hi again. Sot që ke bërë shumë bukur një, do të thënë shumë seksi. Më than, duhet shkosh te Salsano dhe Elona dhe duhet bërë nuk është bërë ndonjëherë Eriola Doçi në seksi e bukur dhe në formë? Ti vazhdon të jesh single apo? E plotësuar jam. E plotësuar? Po. Që thot nuk je single. Interpretoje si ta ndjesh. Kështu e ndjej unë. Po, jam e plotësuar. Je lidhur, bravo të qoftë. Je ti një vajzë që e lë karrierën tënde për dashurinë? Jo, nuk e kam bërë. Nuk e ke bërë. Kam patur mundësinë ta bëja, por nuk është akoma rasti. Që të lësh dashurinë, për dashurinë të karrierën. Dikush që të shtyn drejt bërjes këtyre veprimeve apo të detyron të vë kushte, nuk është dashuri. Se idealin princi nuk e duam, por po më vure kushte, mendoj që minimizohen ndjenjat pastaj. Jo, nuk të thash që nëse nuk të lë ai. Që ti do t'i përkushtohesh, do t'i përkushtohesh dhe heq dorë për dashurinë. Dashuria, një farë dashuria është edhe dashuria për ekranin, dashuria për qenë afër njerëzve me projekte të ndryshme, kështu që nuk heq dorë nga dashuria. Nuk heq dorë. Cili është sekreti yt, Eriola, për të qenë energjike në ekran dhe kështu në formë seksi? Ken ti një ndonjëherë, dëgjoj, kur themi eksperjenca e parë, për shembull në aktrim, nuk është eksperjenca e parë që ne kemi aktruar në jetën tonë, me veten tonë, me njerëzit. Ndonjëherë bëhemi si Jokeri, atë buzëqeshje në fasad. Për shembull, këto janë ditë shumë të vështira për mua, edhe
kam kaluar shumë eksperjenca mbase qoftë shëndetësore, qoftë personale, shumë të vështira dhe po prap vi solare e qeshur. Ke kaluar eksperienca të këqija këto ditë? Çka ka ndodhur me ty? Domethënë pas filmit më mblodhen të gjitha dhe pata një blackout total nga shumë aspekte, kryesisht nga energjia. Po thua që u smure? Po. Edhe në ekran thjesht e fshehim sepse nëse ti njerëzit kanë halle dhe ti u dalësh, ti u flasësh për halle për ditë apo e ngrysur me nerva, patjetër që nuk është përçon energji negative dhe nuk do doja, domethënë ta bëja këtë gjë, por ndonjëherë zgjedhim, siç e thash edhe ta ktrojmë dhe një jetë se Jeti që nga ato gra që do të jepin dy alternative, do bësh karrierë politike apo artistike, këtë zgjidhje? Po ta provoj mirë politike. Po kush të josh më shumë? Artistike më shumë. Artistike të josh? Qofse do më josh te politike, do e kisha bërë. Ose do filloja me ndryshimin e stilit, sepse mendoj që kur ekspozohesh në një farë mënyre, kur je vajzë, le të themi, që luan edhe me fotot, me hiret, me që të zgjosh edhe pak audiencën, publikun, mendoj që është vështirë pastaj të shkosh se do paragjykohesh gjatë gjithë kohës për atë që ke bërë ose ke shfaqur më përpara dhe nuk do e shijosh dot atë drejtimin ku ti po shkon apo po. Ti pëlqen e famshme në ekran për shkak të bukurisë tënde? Jam fizike apo për shkak të natyrës apo ku diun inteligjencës apo ku diun çfarë mund të kesh? Mendoj që është një miks. Syri, impakti i parë patjetër është ajo që shef, se ti nuk do hash një mollë të kalbur Salsano. Se bën dot. Që dhe ajo molla duhet jetë e mirë, pastaj ti ndjesh shihen. Pra janë të lidhura të gërshëtura me njëra tjetrën. Po ti mendon që pamja jote është ajo e para që e tregon këtë? Mendoj që postura, qëndrimi qoftë me anë të mënyrës se si dukem, qoftë me anë të asaj që them. I shet ti hiret e tua, i shet mirë në ekran? Po, me thënë drejtën, dalin vet. Unë shoh goca që i nxjerrin. Kush del? Hava. Kë ke gjë më bukur në trup ti? Syt. Eva syt. Jo, realisht tash. Jo, ti ke gjithë portretin, je pozitive, je e qeshur. Po që. Pse nuk je në ekran me qëra fjali, me që i ke të gjitha këto dhe zjuartësinë dhe seksin dhe elokuencën dhe bukurinë dhe sepse bëra një pauzë që të eksploroja këtë fushën e re. Prandaj momentalisht jam dedikuar këmbë kok, sepse ideja është që nëse e kam thënë gjithmonë, i shtrin tentakula në disa drejtime, njëri s'do dali siç duhet. Kështu që kam fituar atë pjekurinë, maturinë emocionale që bëje një gjë, futju, çoje deri në fund, bëj një pauzë me veten, rigjenerohu, se janë dhe kohë të vështira dhe janë përhap edhe problematikat psikologjike mendore, shëndeti mendor kryesisht, shoh shumë njerëz që vuajnë nga ankthi, depresioni, përjetojnë gjërat me masë shumë të madhe emocionale dhe patjetër rigjenerohesh, pushon, pastaj ndërmerr një iniciativë tjetër. Kështu që nuk do doja më të hidhem, domethënë më kot. E kuptoj. Nuk është se të ka munguar ndonjë ofertë nga televizioni, nga Topi për shembull. Po, momentalisht jam në pauzë drejt televizionit. Thjesht patjetër kam atë nevojën që ta çoj këtë projekt deri në fund dhe patjetër që do vinë gjëra të bukura. Je ti natyrë xheloze? Jam. Nuk e shfaq, por jam. Ai që je lidhur është natyrë, kështu që e dredh edhe ti bësh xheloze për atë? Jo. Si jemi në ato ujëra. Ky nuk ka i bjen shumë gjatë për dalë aty ku to. Je ti natyrë që do vëmendje apo ti e merr vëmendjen? Po duket klishe, po me thënë drejtën e marr. E merr. Unë edhe nëse po e skot më do plasem diku, o bëjmë piso, bëj një grimasë. Edhe njerëzit me kokën. Iku. Eriola, ka kushtuar shumë filmi? Çfarë buxheti ka filmi? Ka shkuar shkon mbi 180 e pak. 1000 euro. Edhe kemi patur edhe rreth aty shkon. Ku gjetet lekët ty? Po, pjesa më e madhe patjetër kanë qenë sponsora, pjesa tjetër clearing dhe kemi pas edhe fatin që disa nga kasti kanë ardhur edhe për respekt dhe
Pra ti po lekë. ti po thua që Meritoni nuk është paguar. Po ai e ka thënë, domethënë ishim në premierë dhe po na pyesnin Meritoni, tha si s'jam paguar në asnjë cent dhe ishte ai momenti ënë. Po mirë, nëse Vërtet. nëse ju do fitoni ma lekë nga konfirmoje. filmi, keni filluar të fitoni lekë apo? Po. Kanë shkuar njerëz, filmi vazhdon të jepet në Cineplex dhe patjetër që kemi patur. Ju fituat vetëm benefitet nga ana të mira. morale apo keni fituar edhe nga ana materiale? Në një farë mënyrë ne po shesim një produkt, është si të shesësh një hamburger që i vën një çmim modest që është për masën. E njëjta gjë është edhe me filmin, thjesht se nuk konsumohet. Kështu që përderisa njerëzit shkojnë ato konvertohen në lekë. Do të thënë lekët i ndani ju të dy aty Amerikën. Po, dhe patjetër Jeni producentët apo jo? Po. A ka ndonjë moment epik që s'do doje kur të ripërsëritej në emision? Ose në gjëra që ti ke bërë, në gjitha daljet e tua publike, ka një moment që ti thua, më mirë mos ta kisha bërë këtë, ose Ato ulurimat e mia në Big Brother, se aty dukem. Po dëgjoj, ulurimat një kështu. Një gjë kështu. Do doja të kisha qenë pak më e Mos qetë. më dukur ulërima. Bile më dukeshin ulërima seksi. Ti po ti. Në këtë vështrimin po. Pasi. Pas ka qenë ulërim se kjo. Edhe po duhet bërtas nuk bërtet dot. Se mban mendi Franceskën gjithë që u të më rrua? Bëri kështu. Po ato, mbase duhet i kisha moderuar pak, por përderisa janë reale, unë mendoj që një njeri me emocione dhe real gjithmonë edhe del nga vetja. Njerëzit që nuk dalin kurrë nga vetja nuk është se janë më të zgjuar apo më të përmbajtur, thjesht janë fallco. Kush është kolegu më original për ty? Kolegu më gazmor, njeriu që ka shku mirë në emisionet, ka bë me qesh edhe janë ndjerat. Po original është Manushi. Dora vetë Manushi. original. Se di tash do thoshte Ronaldo, po tha Manushi. Çfarë mendon ti për meshkujt shqip? Ronaldon e kam shok edhe për njerëzit që kam shumë afër vetes i mbaj më me rezervim. Çfarë mendon për meshkujt shqiptar? Janë më të mirë në botë apo jo? Ka dhe më mirë. Po jo, s'ka si shqiptarët. Nuk ka si shqiptar. As si shqiptarët, as si shqiptarët. Ti do martohesh me i tuaj? Po e kam menduar, po përderisa se kam bërë do të thotë që të vdesja i shkreti. Pse? Pse do vdesja i shkreti? Hajde këtu. Po duhet sjellshëm, po duhet të ketë Nuk do ai shumë sjellshëm. zemër ai për çfarë. I do pak që të komandojnë, Jo, kanë këto, po patjetër se kanë këtë jo po drejtat barabarta, dëgjoj, unë nuk jam kundër barazisë gjinore, po tani ca përqindje më shumë i do burri se Jeti nga ato, ti je maskiliste si natyrë? Jam feministe, por kur bëhet fjalë për marrëdhënien apo familjen, kam edhe atë dellin patriarkal. Po, Se kështu jam tipike rrit. gupsiane. Po tipike. Shiko, ne do ndajemi pra Thua nga për eksperienca. arsye publicitare dhe do kthehemi pas pak. Një sekondë, se kam një pyetje për këtë. Po bëj pastaj më burr. E ke urgjente? Kush është vajza e showbizit që është bërë e famshme kot? Po mos na thuaj tani pastaj. Që është bërë kot. Sa do thoja kthehemi pas pak.